Çfarë është menopauza? Menopauza është atëherë kur sistemi riprodhues i një gruaje pushon së funksionuari. Çka do të thotë që kjo grua nuk mbetet më shtatzan, pra nuk lind më. Dhe në menopauzë gruaja futet atëherë kur 12 muaj rresht nuk i vjen më cikli menstrual. Atëherë ka hyrë në periudhën e jetës së saj të menopauzës. Por menopauza, që është normale sigurisht, shfaqet me disa simptoma të gratë. Jo të gjitha gratë dua ta nënvizoj këtë, janë të njëjtat simptoma apo shenja dhe nuk manifestohen me forcën e njëjtë tek të gjitha gratë. Kush janë disa prej shenjave të menopauzës? Kanë afshe të nxehta, kanë skuqe të fytyrës, të qafës, të kraharorit, kanë lodhje, kanë ndryshim të humorit, kanë iritime apo nuk është më lëkura, fillon të thahet, gjinjt fillojnë të zvoglohen, rriten apo shtohen në peshë, kanë tharje të organit të tyre genital, kanë ankth, kanë stres, kanë djersitje të shumt. Të gjitha këto simptoma mund të dominohen apo mund të rregullohen në një farë mënyre rast pas rasti. Së pari, gratë të gjitha duhet ta dinë që është normale dhe do ta kalojnë dhe këtë periudhë të jetës së tyre. Së dyti, duhet një mbështetje dhe një mirëkuptim i plot nga pjesëtarët e tjerë të familjes. Pasi, unë thash, ka një ndryshim të humorit dhe ka shumë ankth dhe stres gruaja në këtë periudhë të jetës, prandaj duhet një mirëkuptim shumë i plot nga partneri, fëmijët, pse jo dhe pjesëtarët të tjerë të familjes. Tjetër, duhet të shëtisi në natyrë patjetër. Është shumë e rëndësishme dalja në natyrë dhe marrja e ajrit të pastër. Patjetër duhet konsultohet dhe me mjekun specialist. Por meqense kemi një disbalancë të jashtëzakonshme të hormoneve, pra kemi rënje të hormoneve femrore në organizëm në periudhën e menopauzës, jep dhe çrregullime në kocka, në zemër, përpos atyre që thash.